Berisha, kryetari i Partisë Demokratike, mirëmbrëma presidenti i Partisë Lirisë, zoti Ilir Metaj. Regjimi i këtyre këtu mbas kurrizit tim dhe të gjitha regjimet kudo që janë prodhojnë padrejtësi. Ne sot jetojmë në vendin ku dënohesh për kasollën, por nuk dënohesh për kullat shumë kaçe. Jetojmë në vendin ku dënohesh se nuk e të paguash energjinë, po ku një pakicë e lidhur me qeveritar, e në disa raste me parat pista, të merr tokat dhe ujin për të ndërtuar prodhues energjie. Jetojmë në vendin ku dënohesh për 10 gram drog, po nuk dënohesh nëse ti mund qesësh drog në gjithë Europën. Jetojmë në vendin ku milionat e buxhetit ikin lum dhe të merr lumi nëse ke një hall shëndetësor. Jetojmë në vendin e reformës në drejtësi, ku qytetarëve tanë neve na duhen dekada që të marrim vendime në një gjykatë. Jetojmë në vendin ku qeveria mbron të korruptuarit e saj dhe burgos viktimat e tij. Si unë, besoj që mendojnë shumë prej jush, në këtë shesh edhe kudo. Por ka nga ata që kanë vendosur të heshtin, megjithëse janë të vjedhur, të shtypur, me drejtat në përkëmbura dhe me liri të vjedhura. Ka nga ata që frika i ka bërë të bashketojnë me të keqen. Unë besoj që në vend bashkëtesës me të keqen, duhet zgjedhim përballjen dhe luftën ndaj saj. Në qeveri, në parlament, në institucione, në rrugë, në sheshe, kudo. Mua më vjen keq edhe këtu shikoj që opozita është ndarë, dikush në i cep dhe ca tjerë këtu. Në fakt, opozita nuk mund të jetë me llogaritje. Opozita është çështje zemre dhe besimi, dhe ata që duhet jenë në një shesh të gjithë bashkë. I bëj thirrje intelektualëve dhe qytetarëve të lirë këtij vendi që të reagojnë, të flasin, të protestojnë, jo për mu, as për ju nëse doni, po për familjet e tyre, për vendin. Ne nuk mund të rrim duar kryq dhe nuk mund të heshtim nëse vendi shuhet për ditë e shpopullohet. Ande nga vi unë, qytetet janë bosh. Ne nuk mund të heshtim nëse vidhet pas skrupuj, nëse trajtohet gjithçka si pronë si plaçk. Ne nuk duhet të rrim duar kryq duke thënë, qa më duhet mua? Shihni popujt e tjerë në Ballkan, në Greqi, në Rumani, në Bullgari, se si protestojnë për subvencionet bujqësore, për buxhetin, për investimet e korruptuara që marrin jetë, apo për drejtësinë e korruptuar. A janë më të mirë se ne? Sigurisht që jo. Po ata mund të jenë dhe më pak të vjedhur e të shtypur se sa ne, por protestojnë, sepse kanë ndjeshmëri dhe ndërgjegje. Ata nuk presin derisa e keqja t'u vite dera shtëpisë. Ne e kemi të keqen në mesin ton dhe sot atë dheu, familja, na thoni bëni diçka, mos rrini. Në fillim të vitit 1991 unë isha shumë i ri. Në ditën që pasuan lëvizjen studentore, vajta dhe i thash gjyshit tim me një ton kritikus se përse heshte kur regjimi komunist na shtypte dhe na i izolonte. Dhe gjyshi mlodhi supet dhe nuk dinte as çfarë të më thoshte. Nesër nipa tan se tashmë janë bërë dhe gjysh, mund na gjykojnë për atë që ne nuk po e bëjmë sot, për heshtjen tonë, për gjumin, për mpakjen dhe mpirjen ndaj të keqes që zefillte padroni i përkohshëm i objektit pas shpinës sime. Koha ka ardhur që të zgjojmë ndërgjegjen, revoltën, të forcojmë vlerat, shtetin dhe mirëqenien. Ndryshe brezat që do të vinë, do të thonë, na ishin disa gojkyçur dhe shpirt trembur që i mori për hunde një imar si ky. Fitov demokracia, fitov familja, lirit burgosore politik. Ju përshëndes. Mirëmbrëma të pranishëm.
Unë jam një qytetar i Tiranës, i zonës Astirit. Përshëndes doktor Berisha dhe zotin Noka. Dhe të gjithë të pranishmit dhe demokratë opozitar nga do që janë. Duke qenë se kjo qeveri du t'i shërbej shtetit shqiptar, në këtë lloj nuk ka ndodhur kur. Në nazën e re u bën vjedhja më e madhe që ka ndodhur. Edhe aty ishte sinjali. U isha i qytetar që kisha punu në emigracion, kisha derë gjithë leket atje, erdhen e morën pronën pa asnjë lloj damshpërblimi. Dhe si unë janë me mira. Mbi 20 familje janë në azil në Francë. Po si mundet francez të mbaj një qytetar shqiptar me taksat e tyre dhe mos të mbaj ky plehu, ky ignoranti, ky krimineli që ka ardhur këtu. A nuk është turp për elitën shqiptare? A nuk është turp edhe për ju që merreni me politikë? Unë desha të them këtë. Shteti është për të zgjidhur problemet e qytetarëve. Shteti është për të zgjidhur hallet e qytetarëve. Shteti nuk është kamxhik. Shteti është aty paguhet nga taksat tona për të na shërbyer. Ky zotëria as i ditë vetme nuk na ka shërbyer, por na ka vjedhur. Ju kujtohet shumë mirë protesta banorëve të Astirit. Ju kujtohet para parlamentit që boni heroin, një police thjesht e boni heroin vetëm se desh me dënu. Ishte sallë e veçantë në gjykatën e Tiranës që dënonte banorët e Astirit. Ishte një sallë e veçantë me mira dosje. Dhe në aeroport, që është siguria numër 1 në Shqipëri, dolen, vraten, ikën, u zhduken dhe asnjë nuk majti përgjegjësi. Unë këtë balluken e kam shumë, po admiroj shumë. A di pse? Se kjo nuk po iken si ai Lali Plehu, por i thot që ti ki unë do të vish edhe ti. Se po vodhe, edhe vllani e Paç, po vodhi është vesi më i lig që mund ketë njeriu. Këte edhe një kafsh, një lop, po ta lëshosh në ar, ha jonç, fryet me jonç, del në stom. Këta nuk dalin mor, nuk fryen kur. Është shumë e turpshme dhe një gjë du ta kemi parasysh për ju që jeni. Kur isha unë shkollë, Avzinel në Varën. Unë atëherë sa kisha fillu gjimnazin dhe nuk dija fare se kush është Avzinela. Sa shu ishin kushtet. Por kishte Avzinel. Këti ku i thojnë diktator ky krenot, kujton se përmeni diktator Butinin e ashtë si Butini. Po ky si shkon as të thojtë, morë. Osho, ky s'është diktator, ky është autokrat që po na vjedh ne që nuk ngrina. Ne du të ngrimi, du të jemi përballë me çdo lloj forme për ta shpor. Po që në kam, a i dridhet me një grusht banor, po du t'i frymëzoni njerëzit që të bashkohen, të gjitha të bashkohen, sepse ky vend po mbaron. Ky vend po rënohet çdo ditë. Ju roft ju që keni në karrike, por ky vend mbaroi. Prandaj mobilizona gjithë në protestën e radhës, këti mos me i ka kjo dera, ta shkullim këtë ajdut me vjedhjet që ka bo. Faleminderit shumë, ju përshëndet. Mirë mbrëma, përshëndes kretë demokrat, kurbi të Tiranës dhe kretë Shqipërisë. Ju bëj thirrje, kush ka vesh me një gjuhë, kush ka sy me shiku, Edi Rama është